por të gjithë drejtuesve bashkë me zëvendës prokurorët dhe njëkohësisht edhe drejtuesin e BKH-s, mosvajtja, mosthirrja e kryeministrit, qoftë edhe si person që ka dini në lidhje me rrethanat e hetimit, jo vetëm për çështjen e Albanian Files, por për çështjen e incenatorëve, për çështjen e pastrimit parave, për çështjen e ndërtimit të kullave, për çështjen e lidhjes së politikës me krimin e organizuar. A ju vën në pikpyetje panshmërinë dhe paritetin për sa i përket hetimit dhe investigimit të çështjeve të cilet kanë një karakter jetik sot për shqiptarët? Është pyetja e parë. Pyetja e dytë. A është nisur një hetim nga ana juaj ndaj kryeministit të Shqipërisë në lidhje me këtë Albanian Files? Meqense se zotëria në fjalë e trumbenton dhe e paraqet në çdo takim me qoftë edhe me këngëtarët huaj si një arritje shumë të madhe në lidhje me Shqipërinë. A keni hetuar kush janë personat që kanë porositur këto kulla resorte apo fusha golfi tek studiot e huaja arkitektësh dhe çfarë lidhje kanë këta me kryeministin e Shqipërisë? Si janë bërë pagesat e këtyre kostove dhe projekteve të cilët sot nuk janë miratuar akoma nga shteti shqiptar dhe nga agjencitë të cilët janë agjenci që merren me dhënien e këtyre lejeve, megjithëse është përgatitur një fajl prej 523 projektesh. A është qetësim për juve çështja e pastrimit parave në Shqipëri si një nga çështjet kryesore i cili ka shkaktuar probleme në ekonominë shqiptare, duke qenë se në kontaktet e përditshme që kemi ne qoftë me tregtarët e ndershëm, qoftë edhe me fasonët, qoftë edhe me njerëzit të cilët sot merren me një biznes të ndershëm, çështja e pastrimit parave është një nga elementet të cilët po deformon ekonominë shqiptare dhe për shkak të pastrimit të parave, a është shqetësim për juve rënja e erës me 32 pikë sot, të cilët ndikon në nivelin ekonomik të çdo familje shqiptare? Dhe pyetja e fundit, kisha shumë pyetje, por meqense se kemi lanë që mos të kalojmë masën në raport edhe me kolegët e tjerë, ka të bëjnë në lidhje me BKH-n. A mendoni që BKH-ja në ushtrimin e veprimtarisë së saj duhet shtrihet edhe në zonat bregdetare dhe në prokurit të cilët kanë çështje të pastrimit parave, të ndërtimit pa leje dhe çështje të cilët kanë bëjnë me zonat të cilët kanë ndjeshmëri të madhe në krimin organizuar të jenë më afër në investigimin dhe në ndërhyrjen operative në këto zona? Dhe më fal, edhe një pyetje të fundit kishe se është shumë e rëndësishme në lidhje me pronat e sekuestruara. Në vëzhgimin tim dhe në pikpamjen time rezulton që pavarësisht të punës që ka realizuar SPAK-u në lidhje me sekuestrimin e pasurive të palujshme të krimit të organizuar dhe personave të cilët janë të implikuar në pastrimin e parave, përsëri pronat përfundojnë tek personat të cilët i kanë patur para tyre nëpërmjet mbledhjeve të kamufluara. A është një shqetësim ky për juve? Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni, me sa kuptova janë 5 pyetje, po 4 ndër cilat njëra ka të bëjë me korrupsionin, si e vlerësoni ju, nisur dhe nga treguesit, çështjen e pastrimit parave, rolin e BKH-s dhe pronat e sekuestruara, afërsisht. Gjithsesi, keni mbajtur shënim? Faleminderit. Faleminderit, fjala për ju. Sa i përket pyetjes së parë, është një pyetje që lidhet me një kallëzim penal konkret dhe nuk kam asnjë koment për këtë çështje. Nëse dikush ka prova për cilin do, është i ftuar të depozitojë në SPAK dhe të marrë përgjigjen ligjore sipas procedurës parashikuar në ligj. Asnjë person nuk është imun ndaj veprimeve procedurale të SPAK-ut dhe këtë e them me bindje. Kushti është nevoja hetimore
prova për kryen vepër penale. Për sa i përket çështjes së pastrimit të parave, po, është një çështje që është qësim për ne. Në treguesit që kemi në çështjet e regjistruara në vit pas viti janë tregues të mjaftueshëm për të bërë një matje risku dhe është një veptari kriminale që është vlerësuar nga ne si me risk të lartë dhe është një si e tillë përfshihet në çështjet prioritare të SPAK-ut, por do të kuptojmë që goditja e kësaj veprimtarie lidhet me SPAK-un vetëm kur është procedimi lidhur me një procedim tjetër kompetencë kryesore që ju e kuptoni këtë gjë. Dhe hetimet e fundit pikërisht tregojnë një ndryshim të SPAK-ut ndaj qasjes së këtyre fenomeneve kriminale. Edhe unë ndaj një mendim që produktet e veprës penale nuk mund të jenë pranishme në ekonomi, dëmtojnë ekonominë e ndershme, rrisin potencialin për kryerje të veprimtarive të tjera kriminale, rrisin fuqinë financiare të krimit organizuar dhe është ky pikërisht ky produkt që është burimi i korrupsionit dhe fenomenit të korrupsionit. Prandaj është një veprimtari që është në prioritetet tona. Sa i përket pyetjes lidhur me eron, nuk kam një përgjigje për këtë gjë, nuk kam as ekspert i fushës dhe nuk mendoj që lidhet me kompetencën e SPAK-ut. BKH-ja për momentin ka nevojë të konsolidohet më tej me numër të tjerë hetuesish, por jo thjesht shtim hetuesish. Vizioni jonë bashkë me drejtorin e BKH-s është që të shtojmë dhe funksionet e tjera të BKH-s. Dhe është e nevojshme që ky institucion njëherë të konsolidohet aty ku është. Të jetë funksional 100% me të gjitha ato mundësi që parashikon ligji dhe me të gjitha mundësitë që ne kemi për të forcuar kapacitetet teknike të këtij institucioni. Mund të vi një moment që mund të ketë nevojë për zgjerim të zyrtave, por mendoj që është herët, është ende shpejt, por kjo nuk e ndalon BKH-n që të kryejë veprimet timore në çdo pjesë të territorit të Shqipërisë. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAK-ut është roli brenda procesit penal deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urdhrit të ekzekutimit dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga Agjencia përkatëse dhe këtu shkëputet roli i SPAK-ut sepse SPAK-u, siç e kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që të jetë palë pjesëmarrëse në çështjet që lidhen me kërkesat që kryhen në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale. Pasi kjo është kompetencë e gjykatave të rrethave gjyqësore. Pastaj procedura vazhdon me disponimin për këto pasuri që është po ashtu një procedurë administrative, të cilën e kryen një komitet ndër institucional ku SPAK-u ka vetëm një antar në pjesë përbërëse të këtij komiteti, pra nuk ka një fuqi vendimarrëse, por thjesht përfaqësohet me një antar. Unë nuk kam dieni për ndonjë rast konkret që personat që ju është sekuestruar e konfiskuar pasuria të kenë fituar në mënyrë të tërtor të përsërit pasuri. Nëse do ketë, ju garantoj që do kryen të gjitha hetimet e duhura nga çdo funksionar publik që ka lejuar dhe çdo person që është përfshirë në këtë veprimtari. Faleminderit zoti Bravo për përgjigjet e qarta dhe koncize. Zoti Gjoni